U zhduk në mal, skuadrat e kërkim shpëtimit Kosovës ndërpresin kërkimet për 27 vjeçari në Has. Një ngjarje rënd ka ndodhur në fshatin Kishaj të Hasit, ku 27 vjeçari AL ka humbur kontaktet dhe është zhdukur në mal. Pas njoftimit për ndihmë nga autoritetet shqiptare, Shërbimi kombëtar i kërkim shpëtimit Kosovës ka nisur menjëherë operacionin e kërkimit në zonën e dyshuar. Skuadrat, së bashku me policinë e shtetit dhe banorët e zonës, kanë realizuar kërkime intensive në datat 7 dhe 8 prill 2025, por fatkeqësisht nuk kanë mundur të gjejnë gjurmët e të riut. Pas kësaj, Shërbimi kombëtar i kërkim shpëtimit të Kosovës ka vendosur të ndërpresë kërkimet për momentin, duke lënë operacionin të hapur deri në grumbullimin e informacioneve të mëtejshme. Njoftimi, më datë 7/4/2025, SHKSHMK ka pranuar thirrje për ndihmë nga autoritetet shqiptare për kërkimin e banorit të humbur AL 27 vjeç nga fshati Kishaj Has. Skuadrat SHKSHMK së bashku me policinë e shtetit, banorët e zonës ka realizuar kërkimin e zonës së dyshuar më datën 7/8/2025, duke mos hasur gjurmët e personit të lartë cekur. SHKSHMK e mbyll këtë operacion deri në grumbullimin e informacioneve të nevojshme.